ekspozume. Okej. Nëse të shihet gjoksi, të shihet vija, të shihet beli dhe këto, të shihet kthiza, të shihet pak jeleko për shembull. Jeleko? Ti kur je dal me këmishë të ledh, mrena jeleka tu kanë duk. Për shembull ti kom po. Okej. Po flas mos aso që kom po. Okej. Për shembull nishat të zo deri këto, fuston në koç. Për shembull shekie. Po. Je ekspozume. Po, jam çike e re. Jo, s'ka lidhje kjo e re vjetër. Se ki edhe 40 vjeç që veshën. Po. Mosha s'ka të bëjë me veshën. Okej. Është zgjedhje individuale, personale, që çdo njeri zgjedh me vetë dëshirën e tij ose saj, qof femër ose mashkull. Okej. Që ka drejtën e botës edhe s'mund mi ndryj kurkush. Po. Do të veshën të ki të ekspozume. Po. Në ne. Në ndë, për shembull, ti e nin vetën, sa kom pa unë. Tash dhe po të thëmë të kërkoj falje se mund me kon para gjykim. Po, jo, unë të shtash atin të kthej përgjigje. Po, mundet me kon para gjykim. Se nuk një mirë. Qa kesh do thonën, ti, sa kom pa unë, se unë përgjithsi dyqysh nuk është që të këshyrje, se merna me ty, as nuk më interesojnë debatët dhe zgjona tjera në raport me ty, ti gjenë vetëm ma shumë të meshkët sa të femnat, të paktën që të mrena në format. Se jetën jashtë nuk s'di kur gjabë, po flasë asaj që kom pa unë. Ma shumë e gjenë vetën, është normali, se do në shpesher një vetëm ma mirë të meshkët sa të femnat, se unë kom pasë në një debat, edhe me një banore që kom mrena këto, edhe kom fituar debat. Lidhe me femnat që kom folë që kom thonë janë gjeloze, u konë viral. Edhe ja. Se unë po thëmë që në për televizionëve qasë kom flejt. Edhe të kom po të më thonë që ti gjenë vetën ma shumë të meshkujt. Se sa të femnat, e cila është edhe kjo krejtësisht normale, se ndjesia do të me kone lirë, edhe çdo njeri ka të drejtë me dhonë drejtim vetës, ku e gjenë edhe nin vetën ma mirë edhe ma shlirë. Po, për shembull të kom pa, kur kom qëllu pikati dytë në altë, se mos më takon e drejta me ndërhy, po synës unë e nalë, ajo shkën. Dishte, s'dishte, spontanisht shkën. Të kom pa për shembull të i bo masazh lëndrimit. Ku? Që të te shtrati jotë. Ku i kom bo masazh? Ka kratë. Okej. Ka kratë. Po. Lëndrimi u konë në kom, ti e konë në kauq, i konë se qështë avdin edhe ka kratë, për shembull. Nuk kam kur gjo për me keq kuptu, abdin. S'jam të thonë për me keq kuptu. Jo. Janë veprimet ishe unë i kom pa, nëse shtoj, ose hek, ose ndryshoj diçka, ti je këtu për ma përmisua. Edhe nëse të pengon si ti me nali. Jo, nëse është, pengon pam. janë gjana marë që i bëj, atin po. pëse mi nalë. Dhe më thonën, qëllëria jote në aspektin e për shembull përqafimeve, ka pak do lëvizje që shikite, veshjes për shembull shikije, me që të natyrën që shfol, është pak si ndesh. Te publiku. Okej. Te publiku. Pse a ki fulti me publiku? Jo, po une jam për ditë në opinione, edhe di pak a shumë çka shohin, çka komentojnë, çka thojnë, çka dojnë, çka nuk dojnë. Okej. A kupton? Po. Edhe që kjo pjesë, karakterin se që shekite, unë s'jam të thonë as për të mirë, as për të keq. Ti ish po ta jep një diçka që mund me kon prap para gjykimit dhe mund me kon prap gabim. Po. Amo, te që kjo mentalitet, se ti ke tu jashtë edhe jetën jashtë, apo? Unë po t'las mos asoj çka unë jetoj, veproj edhe punoj me qëtë mentalitet. Po fatkeqësisht s'm ka ro kur me jetu në Kosovë. Shumë mirë. Te ke gjetë vetën atje, ka rohis edhe me familje. S'm ka pyet kur. Po. Është krejtësisht, do më thonë, në regull. Amo, që të dy gjona jënë pak ndesh njëna me tjetërën. Se një femë nëse kufizohet, qërem nga... Ku është ajo që s'përputhet, për shembull? Ku s'po përputhen këto si? Publiku, Jo, full për veti, se tash ti publiku nuk mundesh me ditë, po ajo është mendimi jot, apo jo? Po. Atëherë, sipas mbas teje, ku s'po përputhen nëse këto ndëgjën dy ty gjëra? njëre se që shfull, dyqysh dokës një si femën që nuk veshësh në kimoni, nuk veshësh shkort, nuk veshësh... Se qka fuli une? Se qka fuli une Jo, me... s'po flas me të fole. Mënyra se që flet për botë, për të mirë, më të thonë, mënyra se që flet. E fal, a është toni a fjallë që i thëmë? Mënyra se që flet, nuk do nëse ndëgjën ty se që flet, Po qka në kupton në mënyrë? duke shumë e mbyllt edhe shumë e kufizume. Apo më kupton? Po. Shumë e mbyllt edhe shumë e kufizume. Po. E tash për shembull te veshja, je shumë e lëshme, edhe jo shumë e kufizume. Okej. Jo e tepërt, po jo edhe shumë e kufizume. A e kupton? Po. E tash nëse njëri e bën pak një lloj analize, që të dyja nuk janë shumë që përshtaten me njëra tjetrën. Sipas teje, atëherë po ta them në temën, mas pari unë jam modele. Puna jeme është me veshtesha dhe mi reklamun trup temin. Domethënë, ti me hinë Instagram temin, edhe shef foto në bikini, edhe shef foto e mlune, edhe shef foto tash jun atin, po ma veshne, shef foto ma desh, është puna jemja. Ajo është pika parë.
Pika e dytë, unë e shoh veten si një vajzë shumë e gjallë, edhe mendoj që është shumë normal, çfarë ta shpjegoj. Mendoj që është shumë okej edhe kërcimin që e bëj, nuk e bëj tepërt ose në esencë prapë u lidhët anaj që ky mendim, po s'jom ka hija në heq. Për shembull sot a ke mendimi sa a ke hajgare, humor diçka kur ta, po siç e kom përpjetur edhe unë ale më njëra, u ndikove apo? E pyeta mas nej. Edhe ata e pyeta, edhe pse kam raport mirë me to. Si qellova që tu dhe i thash sa po të për një me, a thash apo mendon a është morra, edhe se qërë tash unë e krejt nuk mëj mi ditë. Prandaj ajo është ma rritë në kom qef, masi e tha qatë sanë, e pyta thash një ma morra, edhe më tha ju, ajo e lidhë me dikon, e gjujti kun që ka dikush tjetër, apo kupton. Edhe atë e pyta. Edhe, ju, e patë për veti, nuk e di qka. Edhe, së në s'kom, mas parë shkurt nuk kom nevoj qëto për mështetjen e kërkuj. Unë e dej qëto jo marrë vetë, dejtë që shpëthu vetë, qëto jo marrë vetë, ju dejtë qëto që të rukëtim e kumë bu vetë. Edhe me djenë qëto, përgjësi, ka pas njëri. Edhe në fillim kërkoj falje, po mu ka doktën që të ka pëlqy Edi. Edi? Okej. A të kujto që të pata afru një herë, ju konë që të shtret edhe Edi u konë shtret, që tash Edi ka thash 3 pëlqymi, thash edhe një prej tyne thash është edhe Liona. Ti e konë si n'ka oqë, a mon men që ta kumë jep që të koment? Jo, s'pe mojnë men, po ka mundësi. E di që ta kumë thonë sy kështo, a vëdin? Edhe mu ka doktën, për anës tanë, se unë po thonë prapën me konë para gjykim edhe prapën me konë gabim, se unë nuk muj me folë për misterin. Tani edhe një sen, prapë edhe të po thomë që nashta e më gabim. Po vetë së mle me marrë më falë, hajde vazhdojnë. Edhe mendoj që kërcimi nuk është gjo e keqe. Pasus me në që është e keqe? Se nuk është e tepër që ka bëjë, se një me ditëne, atin edhe e di. Po që tashtë veç po du edhe unë me folë. Edhe pjesën e tjeshtë ta thash, pjesën e djemve, unë në momentin që njëna shumë e sigurt me dekon, në mënyrë shoqënore, se me lëndrimin kam shoqëni shumë nice. Edhe jena, dhe më thonë, edhe njëve kam e na orë dita më bu cup në vete, edhe është shumë e ditura e pjesët e shoqënia okej, po dikur edhe vjen loja, po kupton, ose ku po di unë ashtë edhe unë nuk mendoj që është gjoha gabushme në varë gjithmonë prej tendencës që shibon gjana. Në momentin që lundrimi thot, Eliona mund është me më bu një mësor se më ka kuqi që të qëtose, o kam dhem që të qëtose, pse mësë mi bu njerit mirë, apo kupton? Unë mendoj që në momentin që unë nashtë isha një pak ma në siklet, shku nëse a i shku në të dhe isha hypë për mi, apo kupton? A nesan, po mu më ka ndodhë dhe ratë me kënë lundrimi, po prap unë e ku majtë pozitën tema, apo kupton? Qëto jë ndosanë që unë kam qef me rujt vetën edhe me majtë shoqni nice, apo kupton? Edhe për qafimet, unë jem njërë shumë i dashun, edhe kam qef me kun e ofert me njerës që i du. Unë me kun me ty e ofert edhe ty të kësha për qaf. Edhe plus, unë jem shumë i lumtur që ka ardhë Jasmina për shama, se me to më shkon mua beti shumë nice. Më qëto, nuk e di, unë edhe me sa se njëm shumë e ofert, nuk e di me sa kjo mujt me pa. Janë disa, po nuk e di do me thonë, veç qysh ja ka njës këto, normal që jom largu pak edhe kum pas, nuk e di. E ki drejtën e botës, e shoh vetën që atin nuk e di. Kujdes mikrofonin. Kisha pas qef me kun, unë shumë shpesh e thëmë këtë gjo, po tashti nuk e din se nuk rren. Gjithë kum thonë, pra se marrë Jasmin, kisha pas qef me ardhë dhe një vajs, adin me bu edhe unë, nashti një shoqe. Edhe në përgjësi, unë gjithë, edhe sa, kur jem kun e vogël, kum nejtë veç me djemë, kum lu futbol, si djallë jem kun. Edhe unë që është? Si djallë. Edhe më ka shku gjithë ma najsi me qika. I kom di shoqet në ngushta, edhe një shok të ngushta. Edhe me kapjetin në dekistin. Do më thonë me shoqet që i kom i du shumë, a më nërmaj që nër ato në përlala ma shpesh se të përshama me shokun e ngusht. Se djemë të janë pak për natyrën e kanë mandrysh, nuk bajnë fjallë, nuk kanë gjelozi nër veti. Ajo është mendime janë. Edhe unë nuk pe kuptoj, prap nuk pe kuptoj, ku nuk po përputhen qëto sene. So në mendoj se çdo gjë që e njësë në vartë për tendencës edhe qëndrimit që e mbanë. Edhe unë nuk e shoh vetën që çka do që bëj, çfarë do që bëj, unë vetën nuk e në shoj. Apo kupton, nuk ja dho, mas pari nuk ja dho hapësirën gjithkuj me më përqaf. A një pyetje më të avonë? Po, pa tjetër, veç ta përfundoj. Hapësirën për me më përqaf nuk e ka gjithkush që në shpi. Hapësirën për me mas parë me ma bu më pytjen apo më bënë masosh nuk e ka gjithë kush që të në shpi. Ato e kam veç njerës me cilët unë e njëna mirë edhe kom qef mja shprej që i du si njëre që janë.
Pra po të thëmë se unë thashë me ty do të pak ashtu. Jo, s'duhet shkurt, Jo, s'duhet po. tani nëzirë vekë zati, ngëm. Kur im konë, unë nashta mu ka dokt mu e. Nuk u konë të full lëndrimi me labën që atë. Bash atë. Ti e konë ullën që të, edhe në këtë spontanisht, në shku, së në lëndrimi shpeshare këmë thonë më më kisi namë. A vëdhe në shësi gjallë teme, dhe pëse thot i konë në vjetu në shësi 23 vjetë. Si 23 është, ose që ashtu e ka fizionomin duket shumë i rje, si 23 vjetë. Edhe llogarit sikur me pasur se unë kom thonë që slidna me njëri gjallë dhe mos njëri gjallë të më mushti që të mu lidhe edhe me ardh një moshën me 5 ujna mbab. Unë slidna. Nëse vjen për shembull një djalë i mirë, nëse ka qëllimin tonë, unë muj me pasish një ujë, po ju diçka më shumë se nuk i besoj rrethonave këtu, edhe njerëzve këtu. Po, edhe unë e kom thënë si që. Nuk i besoj. Edhe natyra Edhe në fakt është normale më së mjë besuar, dhe nëse po bujnë shmas. Po. Edhe kur i kom afru në lëndrimit, si kjo konë të folë me labin qatë pjesën që atë, e di që tonë konë të shysh nuk e mujtë shumë më këqy në sy, i konë si në siklet edhe ke ullë kyte poshtë edhe ke thirë 2 herë me picigare. Une, dyshysh të kom po, kërkoj falja, a gocë me shpremenimin leshëm. Po shpreje. Mu më duke që ty të përqenë lëndrimin. Seriozisht më duket, edhe se di pse e ndjej që ju dy përshtatni shumë, edhe e ndjej që... Besëm se as pak nuk u prejka, veç ta heke që atë... Okej. Se këtu ka njerë, a vëllim njerës ti preverin përgjësi, ka edhe një fjallë me bëmë janë thonë, që të zi po njësën të unë po kam qef për shemë ti si njëri që rrinë ma larkë, i shes sanët, nashtë e mundet me kunë edhe menimin publik, apo kuptan. Prandaj... Unë e Lion nuk e dhja ke mujtë më mbërejt, edhe tonë e dinë, edhe vetë vetet i këmë thonë, që shpi bjen kjo, jam dërënë që dhe me kështë i shellë do sene 5 nërë, dhe shekit pushtë. Nëse të Benita dhe të kjo që i këmë po, paka shumë do sene, dhe që pa të jemen, idin, kur kom penatës parë, e kom ditë edhe drejtimet ka është i dhonë, ja kom thonë, a vëdin. Unë që të sene, për shallë edhe kë, që pa të jemen arditje, që këshyrë bijen, unë tonë kone këshyri kam qefën për cilë qëto shikimet. A vëdin, nuk kam tendencë, ose shka po më bojnë më një mirë, kur shë do persona që pëlqenë. Edhe tonë kone jallë thëmë që arditje për tja e thash, ku jirë dha mojtë tjetha, pse që shumë pas ke vrejten, apo e vërtet është. Mos e ka thonë kërkush, unë ja kom thonën. I ditë se ka thonë kërkush, unë ja kom thonën, të më cekë edhe kështu në publik. Zise herë, Benitës edhe këti tonit, këta se kanë thonë një tjetët, unë ja kom thonë. Që më thonë të në komë si ti, unë e komë ra, të më thonë asë që i komë vërejt, unë i vërej me gjithë të cilin. Më thonë këtë më bëtë për Edin, për Tonin, për Benitën, për Arditin, i vërej qëto sene, edhe deri sot, nuk kom qenë e gabushme, kësë do të që se ka bëj, por nuk kom qenë e gabushme. E unë, sa komë vërejt, ti një është ti për mirë me lëndrimin, e bile edhe këtu kur ka njep mendim për Klodin, mu kësaj të më ka hikë, të më ka dalë. Se unë ty të shoh me lëndrimin, kuptimin e gjusht për bashkët, kuptimin e rahatis, edhe kuptimin e afërsis. Se e kom vrejt edhe kështu lëndrimi ty të përkrashëm, edhe s'ka qenë asë njerë kundër teje. Asë njerë s'ka qenë kundër teje. Vetë min sen që unë e shoh, lëndrimi më duket edhe ajo ruhet pak për teje. Ruhet. Po kjo s'është kurgjo, a vëdin është detaj shumë i vogël, është shumë detaj, mos me marrë kurgjo për të madhe, a vëdin se njerës të prekshëm, a vëdin gjithë se cili kur është shetë ty që i ndishme, mund muru dhe ka pak nashta mund mu sikleta, po kjo s'është diçka e keqe. Nuk është diçka e keqe. Po unë e mendoj, ngam, të te edhe të lëndrimi, dyshysh në pak të në 3 pika, ju shoh dyshysh shumë kështu për të mirë, se është shumë njerëzore dhe shumë normale. Se që për shamë pëzohë dhe pjesa e dashnisë. Ka dhe plët njerë që jënë feju, jënë martue, kanë kryu familje, krejtë se na pjesës fejesës martesës s'muna mja qitë kohën, datën, orën. Ka plët sene që vinë spontanisht. A vëdin? A mu, unë duket edhe që përshtatni shumë përshtatni. E kom ponë që kemi edhe shumë rati, qka është përparësia e lëndrimit që s'tu ka këthy kur kondër, që të përkrash shumë, që të një mashkull është shumë e rëndësishme, një femën nëse mas nesër nëse e vlerëson një mashkull, do të me vlerësu pikrisht një njeri që është lëndrimi. Që të rënë shumë krah, që të mbëron edhe në situata kur gjuhën të tanë, që s'kthehet do më thonë kur kundër, që qëndron një palë kundër, edhe që nuk shkon të tjetra. Kërkoj fale, prapë thëmë. Jo, më s'kip se Amo ka shumë veti të mira, ke e din, se për dirisa ja ke dhun qatë musimi që ndro ofër, edhe që e din. Po në ashtë ta në pithë kësoj të gjona pak shumë. Amo edhe unë menoj që
edhe ti e ki pak një pëlqim. Se në sytë e tu dhe të reagimi jotë, mënyrën se qyshe këtë me pi cigare, ke ullë sytë, dhe më thonë ke tentu dyher me qu prej atujit, me pisha cigare. Po më nënë që s'kom pas qef me po të full me një femën tjetër? Nëse një njëri të pëlqen, jo se ti s'u shemu, as konkurita s'kushos, unë jem shumë e vjetër për të gjona, apo din, unë jem dado e sape për juve. Jem dado se kom kërkën këtë që më vjen taman. Unë që kam me bu hajgare sane, edhe mentalitetin kom të slida. Jo, ti në fakt për bon vetën, se si e hëtëse, edhe ti ku po veshësh, ku po madhësh, ku po... Unë edhe vetën, edhe që shëtë, të më ramëtën. Po për bon vetën, pra, se të mungon vetë besimi, se nuk je. Edhe, që ka po du me thënë, është më po vjen me kisë. Nëse për e të kërkoj falje. Jo, as pak. O i shkurt... Veç që edhe mu për shtatë. Nuk jam prek, për shtatëm shumë nice në shoqëni. Unë e vlerësoj shumë si njëri, edhe mendoj që ja kena mënyrë shoqënore të paqë lëndrimi unë në qëtu jakush, se lëndrimi edhe unë e kena një si mutër vlla, po du më thonë, është njëri shumë... Edhe përqapimi ma të shpesë se shep lëndrimi. Po, pra, lëndrimi është njëri shumë i dashun, edhe unë jam shumë i dashun. Edhe lëndrimi... Këtë raport për shembull e ka dhe me Dolçen, po kjo s'do të thotë që kam pëlqim në vetë, apo kupton? Me Dolçen e ka pak si ma distanca, më lirinë dhe ndjesinë e mirë. Unë e kam pa dhe që s'këshyrë lëndrimi ty. Edhe, jo shkurt. Ani, edhe nëse unë gabim flemë të shprej. Gabim një se qërë, mas pa unë flasë për vetë, se unë nuk muj me full për tjerët. Lemë edhe me gabu, a bënë? Pa tjetër, po unë prej anës temës e Eliona, nuk kam asni pëlqim në mënyrë dashurisa ku po dion për lëndrimin, mu lëndrimin ekstra më pëlqen si njëri, mas për guximin e vetë, për mënyrën se si i bën semet, i menaxhon, vetë besimin që e ka, stilin që e ka, është thjesht, për mu është unik, edhe i kom thonë që në fillim edhe e maj prap, është njëri që mu nuk e di do me thonë, wow, adhe veç vazhdo, edhe mendoj që lëndrimi ka me arrit shumë, edhe shpresoj që ka me arrit shumë, edhe e vlerësoj në ekstrem si shok, është shumë njëri nice. Edhe lëndrimi pikrisht u ku një pari që të në këtë shpit që më ka nëzonë në një moment dopsis, edhe më ka marrë afër vetës, edhe më ka lonë me kajt, edhe më ka full për të mirë, edhe kjo gjomë më ka lidhë shumë, apo këpëton, edhe më ka bu mundi shumë mirë, më ka bu mundi shumë mirë, amo asë njëherë nuk e kum një vetën si në siklet në ofër ti, asë njëherë nuk e kum di që ka tentu me ma gjujt në laf, adin që shta gjujt me shkojt, edhe asë njëherë nuk, asë në përqafim, asë kërkun nuk ka bu gjese që s'duhen. Amo Elion nga mu. Po ashtu asë. Se i verej edhe do sene që për ime, nështë edhe ti si verejnë. Unë po thëmë edhe nëse jëmë të ka bu, le me jo, ne jam shumë e dishme në atë pjesë, me të kanë drejten. Unë e di shumë mirë kush mundet me pas pëlqim për mu e kush. Po flasë për situata, ti nuk mosh me nëzojsh dhe situatë, se mosh me konë të krej pashyre. Ti shep për shembull pe pashyres, po nuk shep pe çati kondi ku unë jam çatje, ose jam çika. Ti shep pe një pikë, pe një drejtimi, apo jo pe çdo drejtimi. Se unë kam studiu artin. Na dhe kur e kena qit për shembull 2 gota në birrë diçka, kur e kena vazatu për shembull 10 veta çato birra. Asnjë se ka po njëjtë. Po ato sto llogën e shon gjyst, ai tjetër është komplet, ai tjetër po aki figjonin jashtë bishtin, po aki ose ashtu bishtin. E vërtet. Secili njëri pe kondit që ndryshe. Arti pak është studim të veti. Unë këto po ta lidh edhe me art. Po tash a mendon që kam pëlqim unë apo ai, se s'e kuptoj. Tash po foli për pjesën e lëndrimit. Menimi jam, e lem me gabu. Po veç po vjen me kesh. Ngam, edhe kur tash atë që i preve shishka që i preva do në minerë masteje. Unë i kom prej një për para, po me prej ti pak gat, i thash shkurtom edhe njerë, dhe që tash Elion ti ka prej ekstra mirë. Si kur ta kësha dhonë një mendim rafsh se kësha po mas pari për veti. Qështë ta kom një vlerësimin ty, kom thonë po madhe mu. Kom thonë vlerësim real. Se të kom thonë që po të rrinë te për mirë. Se me koni diçka që është e mirë, si thonë po madhe mu si të Elionës. Ti që tu dush me ditë për derisa e kom praktiku. Në vetën tem, kom thonë vlerësim real 100% drejtim teje. Se unë nëse ndroj mendimin, dhe më thonë për fizikun që të kom thonë komplemente, kur për jetë se ndryshoj drejtim teje. Edhe qatë dite e ke pas një jakte nëse se ka pëjsit kaft, edhe të sonë e ke pas kaft. Edhe e konë të këshyrë të passhyrja e këto që ushtrujnë. Ti u konë drejtim passhyrës. Edhe pe passhyrës, të këshyrë passhyrë, të s'ke mujtë me një një sy kështu, një në kështu me këshyrën. Ose kështu ka u konë, lëndrimi u konë ofërmeja, unë u konë ullën në këkërshilte. Për para, para meje u konë faktikisht, unë u konë brapa. Edhe une, jo këtë rasisht tira në për intervista, se analizoj. Ta musëm njojnë asë një, po unë analizoj.
të gjithë kohës, më më qëndru shumë rase si flejt ose heshtën, po qas një. Po ka rase së më ka ardhë koha mi qitë më pa, e mu më dukë si t'in zake që po volim as shpine, po së të më vjenë rada, unë i thëm edhe në sy. Edhe Leon, tash, lëndrimin e kisha qiknjë edhe kjo, asë më shumë kemë që pesha. A pesa në zotë, Leon, është këtë të këshyrë, pej maj, wow, të në bëjke, wow, e kap ke kryt, edhe të këshyrë keme një asi shkëllqimi të sytë. Edhe qa, leme Leon, leme, edhe nëse më të gabu, unë jem të gabu unë, nëse më të para të shku jem unë, jo te, si të bukur që unë jem të ase. Okej, veç falim. Po, okej. E dorën ka bolli, kjo së normal bëjke, bro, ja bëjke Klodit, bro, kjo nuk ka normal. Me asi shikimi i magnitun që i shkëlqen krejt syt edhe drejtim teje. Edhe tha, Eliona u të duk mas miri për të tonë. E ka të kësu komplimentin edhe publikisht, po edhe qaj kompliment edhe qaj kompliment u lidhke me shkëlqimin e syve, me ato lëvizë që ka, të më thonë. Atë këtina dhe u vrejke që është një ndjesi që buron nga mbrënësia. Se që këj shkëlqimi i syve, kur vizlën edhe shkëlqen, këj nuk mundet mu bo robotik, mu programu. Ajo është diçka që buron nga e mrenshmja, që është diçka shumë naturale. E unë, e kom po që ti edhe kur veshësh, edhe kur ndrejqësh, për shamë tjere më një, wow, diva e shpis, jep, për shamë pëzot dojsh, jep një kompliment, për jep spontan, aty për aty. Amo ty, tep ma të thellë, edhe shikimin, për shamë ku tep qatë kompliment, nuk vazhdo më të këshyrë një sekund, dy, ka do që të shkon ose diçka, mohët qaj shikim, apo këpëtën, bas në visis trupit tënë, mohët. Po, mendoj që, për shambull, që a ditë se edhe mu më ka thonë 101.000 herë, që më të uduk shumë mirë. Aty, mendoj që edhe pak e ka bu... A mos të epshësh nuk? Nështë s'mon më të thonë? Po, së qyre tash ku po du me djetë. Ma ka thonë 101.000 herë që një morë të kajtë. Se mu mas pare, postani mu ka qky, i pare që po të me vesh. Më gjithë, mos me kajtë, apet që ati. Unë jam konë, do me thonë, nuk e di, ka jam konë mu, së më ka pëlqy vetë jas pak. Edhe njerës e parë që jam shku, jam konë normal ata, me të cilët edhe rri, edhe më kanë thonë një ka duke shnajs në mënyrë shumë normale, që shjepin komplimente. Edhe une, sytë lati pata, edhe thash mu so kanë pëlqen vetja heq. Edhe une mendoj që lëndrimi mi jep ato komplimente se ka qef, mas pare, lëndrimi është tip që ka qef me jep komplimente, nuk mi jep veç mu pa jep shkrejtve. Po mu më do këtë ju hin ma fet, ndashta i zgat pak se i do këtë që ka qef me pa në vetën që shumë shujnë tjertë se lëndrimi im je ma mirë si njëri, edhe din që une për shamë, une nuk i thom vetës ma mira, une nuk i thom vetës, apo kuptan, jam mesatore, jam shumë okej me vetën. Edhe zakonisht se këtë kësu asë njerë këtë sen. Nuk jam, adin që... është e vërtit këtë që po. Jam pak ma, që ndosane mu më fiksu, ndosane ka vetja që dikush nashti i dashuron, po mu adin kryt si femna shumicat që janë, apo kuptojnë me kompleks ose me sen. Edhe në mendoj që lëndrimi e bën ato se ka qef me mshty, adin me ma rritat vetë besim me mshty si shok. E bën, çdo kompliment që ma bën në mënyrën ma të pastër të shoqënisë, se një shok i vërtet ka qef me të paso ma mirë, edhe ka qef me të shty për paran, po ashtu edhe unë kam si thënu, edhe unë i jepi komplimentet. Pos du me besu, Elion, kërkoj falje. Mundesh me kriju prap mendimin tënë, po unë po ta them realitetin tem, tash ajo është ai realiteti yt, nuk është në po. Unë jam një në fjallë, për shumë, unë me mu po ndodhin, adin unë po ta them ndjesin temin se unë në momentin që e vrej që mu po më pëlqen dikush mu nuk më ika ajo gjo, se nuk jam qëto për herë të parë, në rreth më ndodh edhe në shkollën punë, gjithka më ndodh me pas punë me meshkuj, kam edhe shoqëni me meshkuj, kum prish edhe shoqëni me meshkuj, se i kum vrejt ose anë që mu po, më kam pengu se përderisa i thëm dikush shok, kam qef me majt shok, apo kupton. Edhe nëse ka mundësi për shembull edhe prej shoqënisë me rrjedh një dashuri, po ajo du të më kune dy anshme, jo një anshme, përderisa është një anshme, nuk mundem me vazhdo shoqëni. Edhe nuk e di, do me thonë, nashti i ki bo analizat pak të gabume, ose nuk e di, për atë pjesë une edhe nuk jom lëndrimi vetë, po unë muj me full sa di une. Edhe unë jam shumë e bine që lëndrimi s'ka as pak pëlqim për mu, po thjesht e ka një shoqëni shumë të pasur. O nune i vrej që to sane në zdikush, Elion. Ta është normal, unë s'kum dajt as me ndërhyu as me përzi, nëse ti ma le mendimin temë normale e shpreje,
amo se di pse mu më duket që edhe ti ki pëlqen për lëndrimin. Që për veti muj me fol ma sakt, jo, në s'kam pëlqim për lëndrimin as pak. Edhe nuk e shoh veten që sillna si me pas pëlqim për to, thjesht e du shumë, e vlerësoj shumë. Kur pa ta thonë, s'pa të reagu hiq. E vlerësoj shumë. Për Edin, kur pa ta thonë këtu kur e kur me ata, Po. kur të thash, veç ke kesh edhe s'ke reagu hiq edhe s'ke jep koment hiq. Po se s'mu ka duk gjatë që me jep koment se ndashta dhënë deri diku jam ku në mendimin tonë, apo kupton. Po çto në këtë rast nuk e di domethënë. Po do ndodhen ndosane spontane.